رمضان المستبين جاء بالنور المبين. Elhamdulillah, wa salatu, selamu ala Rasulillah. Ramazani ishte një mundësi e artë për ne që të zbulojmë veten tonë, të njohim veten tonë se kush jemi në të vërtetë. Në Ramazan po e shohim se po arrim të bëjmë gjëra që nuk mendonin se i bënim dot, apo jo. Nga ana tjetër, Ramazani neve na tregoi se si duhet të jetë një musliman i vërtet. Ne jashtë Ramazanit nuk kemi prej Islamit vetëm se pak, ndoshta një pjesë prej nesh nuk ka jashtë Ramazanit vetëm se namazin e tij. Dhe ja ku erdhi Ramazani dhe na tregoi se ne mundemi që të jemi musliman të vërtet. Si është muslimani i vërtet? Gjatë gjithë ditës tij ai mundohet të jetë i përkushtuar Zotit të gjithësisë. Bën adhurime të shumta, largohet nga gjunahet, ruhet nga mëkatet dhe bëhet musliman më i mirë. Dhe ne po e bëjmë në Ramazan. Kjo do thotë që ne mund ta bëjmë edhe jashtë tij. Allah shpërbleft.